Partia Demokratike caktoi 8 majin si ditën e protestës kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Në një konferencë me gazetarët, Berisha ftoi qytetarët të bashkohen tubimin të opozitës. 8 maj duhet të jetë dita e shqiptarëve, e protestës tyre më të fuqishme. Një prej arsyeve për cilat është thirrur protesta e 8 majit është dosja e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Berisha lexoi pjesë nga vendimi i gjykatës për sekuestrimin e pasurisë së ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj, Ergys Sagasit e Ermal Beqirit, duke akuzuar qeverinë për ngritjen e një sistemi korruptiv. Kur biznesmen paraqiteshin te kjo, Linda e Akshit i drejtonte ata tek Ermal Beqiri në hotele luksoze dhe Ermal Beqiri u deklaronte atyre se Akshi është një pishim peshkaqenësh. Imagjinoni ju se çfarë suksesi, Akshi, suksesi Edi Ramës, është një pishim peshkaqenësh, je futë një pishim peshkaqenësh. Sipas Berishës, përfituesit kryesor të tenderave të Akshit janë familjarët kryeministit Edi Rama, duke pretenduar se në vitin 2017 është vendosur që tenderat në fushën e teknologjisë së informacionit të zhvillohen vetëm nga Akshi. Linda e Surrelit dhe kunat i saj të bëshin padron të çdo prokurimi në fushën e IT-s dhe kjo solli pastaj pishinën e peshkaqenëve apo kopshtin privat të Edi Ramës. Lideri i opozitës Sali Berisha ftoi qytetarët që në 8 maj të bëhen bashkë e të reagojnë kundër qeverisë socialiste.